Plan 30 ditor mësimi, tregtim oni në java 3, menaxhimi i rrezikut të praktika e kontrolluar dita 17, hapja e llogarisë së provës të njohja platformën. Dita 17 është kalimi nga teoria në praktik të mbrojtur. Këtu nuk synohet fitimi. Synohet mësimi i saktë i mjedisit të punës, pa presion dhe pa rrezik real. Llogaria e provës është fusha e stërvitjes ku gabimet lejohen, por zakonet e këqija nuk tolerohen. Qëllimi i kësaj dite është të hapësh llogari prove, të njohësh platformën e tregtimit, të mësosh si funksionon çdo pjesë, pa nxituar. Çfarë është llogaria e provës? Llogaria e provës është një llogari tregtimi me mjete të simuluara që imitojnë tregun real. Ajo shërben për të ushtruar pa humbur para reale, të mësuar mekanikën e tregtimit, të testuar rregullat e tua. Llogaria e provës nuk është lojë, është stërvitje serioze. Di pse llogaria e provës është e domosdoshme. Pa llogari prove, gabimet kushtojnë para, stresi rritet, vendimet bëhen emocionale. Me llogari prove, gabimet bëhen mësim, qetësia ruhet, disiplinë ndërtohet. Kush nuk stërvitet dëmtohet kur hyn në ndeshje. 3. Si të hapësh llogari prove. Hapja e llogarisë së provës është e thjeshtë dhe pa rrezik. Hapat bazë janë: zgjedh një ndërmjetës të besueshëm, regjistrohesh me të dhënat bazë, zgjedh llogari prove, aktivizon mjetet e simuluara. Në këtë fazë, nuk depoziton para, nuk jep të dhëna bankare, nuk nxitohesh. Qëllimi është të mësosh, jo të impresionosh veten. 4. Njohja me platformën e tregtimit. Platforma është vendi ku sheh grafikun, hap veprimet, vendos kufi, ndjek rezultatin. Duhet ta njohësh pa presion kohe. 5. Pjesët kryesore të platformës grafiku. Tregon lëvizjen e çmimit. Është qendra e analizës. Duhet të jetë i pastër dhe i qartë. Zgjedhja e tregut. Zgjedh çfarë analizon. Mos hap shumë tregje njëkohësisht. Paneli i veprimeve. Aty hap veprimin. Aty vendos kufirin e humbjes. Aty vendos kufirin e fitimit. Historia e veprimeve. Tregon çfarë ke bërë. Është pasqyra e disiplinës tënde. Nëse nuk e kupton platformën, mos hap veprim. 6. Çfarë që duhet të bësh në ditën 17? Mos hap shumë veprime. Mos ndrysho rregullat. Mos rrit matësinë e veprimit. Mos e trajto llogarinë e provës si lojë. Zakoni i keq në provë bëhet zakon i shtrenjtë në tregun real. 7. Ushtrim praktik për ditën 17. Sot nuk ka tregtim aktiv. Ka njohje dhe ushtrim teknik. Bëj këto. Hap grafikun e një tregu. Ndrysho intervalet kohore. Vendos shenja mbështetjeje dhe rezistence. Provo vendosjen e kufirit të humbjes dhe fitimit. Mbyllë veprimin pa e hapur. Qëllimi është rehatia me mjetet, jo rezultati. 8. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 17? Në fund të kësaj dite duhet të ndihesh rehat me platformën. Dish ku vendosen kufijt. Mos ndihesh i hutuar nga mjetet. Kuptosh se tregtimi është proces, jo klikim. Përfundim. Platforma është vegël. Mendja jote është drejtuesi. Kush mëson veglën me qetësi fiton kontroll. Kush nxiton humbet përqendrimin.